Dhe njerëz, sot kam përgatit mish me lakën, një nga gjellat e meja të preferume që kur isha i vogël që ma bate babi mami, kështu që vazhdojmë pa humbë kohë. Si fillim desha t'ju lutem që të mbani një follow në Instagram, se më keni lënë pak mas dore, kështu që një follow ju lutem. Vazhdojmë pa humbë kohë me gjellën, kemi skuq 4 kokrat qep me vojollinje një luk krep që të zbutet sa ma vraj. Këto dëshojmë një lakën të bardhë plot në deri kur zbutet tamam. Domethënë, për mishin kam përdorur këtë lloj mishi, mish viçi që e kam marrë te markata e mishit. Dua lej në Instagramin, TikTokun që ta suportoni pak sa është biznes i ri, ka një muaj që është hap, produktet i ka gjitha halal e në cilësia e mishit është, domethënë më e mëra, duket në video që është tamam viç që është rrit në fshat. Siç e pat këtu më mrapa kemi shu erzat, kemi shu biberin e zi, rigonin, dëshojmë biber të kuq, a në pak biber të kuq, të gjeks. 2 lloje biberash të kuq. Masi mishi është zi, domethënë 90% e mishit, dëshojmë në laknën, ne e lëjmë të zihet prap lakna me mishin për një 20-30 minuta. Kjo ishte gjella, inshallah ka pëlqet, unë thomshet, mëra jurit zote i jeni më të mërt.